Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar seancën e radhës stërvitore në qendrën sportive Parador të Valencias, me kuqezin që janë stërvitur për rreth 1 orë me intensitet të plot. Trajneri Silvinho dhe stafi teknik i kanë angazhuar lojtarët me ushtrime fizike fillimisht, teksa mëtej stërvitja është fokusuar në ushtrime me topin dhe ndeshje kontrolli. Departamenti i komunikimit në Federatën Shqiptare të Futbollit bën me dije se me skuadrën nuk është stërvitur sulmuesi Ernest Muçi, i cili që të shtunën ka ndier një shqetësim në pjesën e pasme të kofshës së djathtë. Për këtë arsye, ai u nënshtrua një rezonancë magnetike e cila evidentoi një edem në nivelin e muskulit që kërkon disa ditë pushim për shërim të plotë e si pasojë ai nuk mund të rikuperohet në kohë plotësisht për ndeshjen ndaj Ukrainës. Pas konsultimit me stafin mjekësor, trajneri Silvinho vendosi ta lërë të lirë Muçin, i cili ka udhëtuar drejt Turqisë për të vijuar rikuperimin. Gjithashtu, në seancën stërvitore nuk mori pjesë edhe mesfueshori Yasir Hasani, i cili ka pësuar një goditje në gjurin e djathtë gjatë stërvitjes së fundit. Stafi mjekësor po e mban në monitorim të vazhdueshëm gjendjen e tij dhe do të vlerësohet nëse futbollisti do të jetë i gatshëm për të rikthyer në stërvitje. Ndeshja miqësore mes Ukrainës dhe Shqipërisë do zhvillohet më 31 mars në orën 20:45 në stadiumin e Valencias.